Besoj se më besoj, për që më përqenë kjo është e vjesi fundi. Pse? Dhe këto nuk më ndrysë. Deshta me të regu një histori personale. Hajde. Në është akom pak emocione. Zane që po flet vetëm. Okej, jam një qytetare, jam 12 vite martes, pa fëmijë, kam 7 të shtime në IVF, dhe nëse kam mbo IVF-in e 8, nëse kam mbo testin e të cëgës. Qysh dhe apo këmë dhe ta e cëgës, që të regon që ka e këmë pas sukses ajo. Qa, nesër marim lajmin e mirë, moj? Besoj. Okej, a na premton se na lajmëron? Besoj që po, kam ambicione. E, uroj me marrë një përgjigje, një lajmë të mirë, pra. Faleminderit, 2 IVF të më pashëm, këmë pasaporte, dhe e treta vërtet a shola. Në cilin muaj ke abortu? Para fundit, në një javë gjys. Sa? Vjen në një javë gjys. Okej. Basi i ke dëgju zemrën, moj? Po, hje në fundit, ju kujnëresht, ashtë pa 4-5 javë. Ajo kujnë abort spontan. Vetëm një nan, vetëm një gru mundet me ta kuptu këtë ndjenjë. Shumë shpresoj nis me marti një lajmë të mirë, por edhe ma shumë uroj që ti shpresin prap mos me humë, se din që me vitet tona marrin njerëz lajme të mira, mbasi presin. Besoj se, më besoj, për që më përqenë kjo është e vjesi fundi. Pse? Dhe këto nuk më ndrysë. Pse? Se, në është për shprej në artë keq, dhe të me jopë. Shprej sa, të thonë, nësë më dërstu, po, në atë kuptimin një më djodhë, po e sa, tina që është emocionalisht, psikologjikisht, të na ondë. A e bojmë kështu? Ti me loni numër telefoni në privat edhe ne me qenë në kontakt nesër e këto ditë tutje, s'kisha propozu me uroj nesër mi marrë njerë lajmin e mirë, ta një shohim. Edhe pa lot, shëndetësia ka ecë shumë. Inshallah janë gjatë gëziti. Të përqafi shumë. Do të flasim nesër prap në privat. Besoj se... Forca! Kom të përpërshtinë se nga sa privrejnë se... Po... Jam dhe ndonë se ju ja. Jam të evrejt. Qëndrën e lim private, leni numër dhe hajde punojmë bashkë. Okej, faleminderit. Hajde, miru pashë.